Në ditët kur Kosova po përgatitet për një proces të ri zgjedhor, në zemër të Prishtinës është shfaqur një imazh që i ka bërë të gjithë të ndalojnë për një moment. Një baner i madh, i vendosur në një ndër rrugët kryesore të kryeqytetit, mban fytyrat e 4 ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Por nuk janë vetëm fytyrat ato që tërheqin vëmendjen. Mesazhi, i shkruar në anglisht, është i shkurtër, por më i fuqishëm se çdo fjalim. Bring them home, sillini në shtëpi. Ky baner nuk është thjesht një reklam, ai është bërë simbol i një pritjeje të gjatë dhe të dhimbshme. Endrit Thaçi, djali i ish presidentit Hashim Thaçi, ishte një nga zërat e parë që shpërndau këtë fotografi në rrjetet sociale, duke i dhënë zë një ndjenje që e përshkon tërë kombin. Gjykata speciale në Hag tani mban në duart e saj fatin e këtyre burrave, duke i mbajtur larg shtëpisë së tyre prej më shumë se 5 vjetësh. Paralelisht me këtë shfaqje të fuqishme solidariteti, procesi gjyqësor po i afrohet fundit. Prokuroria specializuar, Kimberly West, ka kërkuar dënime prej 45 vjetësh burg për secilin nga ato akuzuarit, gjithsej 180 vjet për të katër. Një kërkesë që avokatët mbrojtës e kanë quajtur jashtëzakonisht e rëndë dhe e motivuar politikisht, duke synuar që t'i mbajnë përjetësisht jashtë vendit të tyre. Nga ana tjetër, mbrojtja ka kërkuar shpalljen e pafajësisë së plot, duke theksuar se lufta e UÇK-s ishte e drejtë dhe çlirimtare, dhe se akuzat janë pjesë e një përpjekje për të rishkruar historinë. Parashikimet thonë se vendimi i shkallës së parë pritet të shpallet rreth datave 18-19 maj, ju referuar afatit 90 ditor pas përfundimit të fjalëve përmbyllëse. Por pavarësisht nëse data e saktë dihet apo jo, baneri Bring them home tashmë ka filluar misionin e tij, të kujtoj botën se përtej procedurave ligjore dhe mandateve të ndryshme, këta njerëz janë prindër, vëllezër, udhëheqës dhe mbi të gjitha pjesë e pandare e historisë së Kosovës. Endrit Thaçi dhe gjithë ata që qëndrojnë prapa këtij mesazhi po thonë se pavarësisht se sa larg mund ta kenë dërguar historia, ata i presin në shtëpi, në shtetin për të cilin ata rrezikuan dhe dhanë gjithçka. Mesazhi është i qartë: sillini në shtëpi, sepse shtëpia e tyre, Republika e Kosovës, nuk është e plot pa ta.